Aktivistja shqiptaro-amerikane Evi Kokalari jep alarmin për një skandal të mundshëm që përfshin portin e Durrësit dhe ishullin e Sazanit. Përmes një postimi të gjatë në rrjetet sociale, ajo pohon se qeveria shqiptare në drejtimin e kryeministrit Edi Rama po i fal këto pika strategjike investitorëve të huaj, duke përfshirë Jared Kushner, dhëndrin e presidentit amerikan Donald Trump, si edhe princin Mohammed bin Zayed dhe fondin Mubadala të Emirateve të Bashkuara Arabe. Sipas Kokalarit, marrëveshjet që janë firmosur jo vetëm nuk janë koncesione tradicionale 99 vjeçare, por përfshin kalim të pronësisë absolute të investitorit strategjik, duke përfshirë aktorë të huaj me ndikim politik dhe ekonomik të madh. Aktivistja sqaron se kjo lëvizje nuk ka qenë transparente dhe nuk është komunikuar me publikun, duke rrezikuar integritetin territorial dhe sigurinë kombëtare. Kokalari lidh këtë situatë me precedentët ndërkombëtar, duke treguar se të njëjtët investitorë kanë marrë pjesë në projekte të ngjashme në Serbi në draftet e rindërtimit Gazës dhe Ukrainës. Ajo paralajmëron se me një kontroll të tillë mbi portin kryesor dhe Sazanin, Shqipëria mund të humbasë sovranitetin mbi territoret e saj më të rëndësishme. Momentalisht shqetësimi i mbetet Sazani dhe porti i Durrësit. Nëse këta të Emirateve kanë në pronësi këto pika strategjike, integriteti dhe siguria kombëtare e Shqipërisë rrezikohet, shkruan Kokalari, duke u bërë apel të gjithë shqiptarëve që të jenë vetëdijshëm e të reagojnë. Sipas saj, kjo është një nga aferat për të cilat ajo dëshiron të shohë Edi Ramën në burg, duke akuzuar për mosveprim edhe për mos informim publik mbi marrëveshjet që lidhen me investitorë të huaj, edhe ndikimin e tyre mbi tokën dhe portet strategjike shqiptare. Postimi i Evi Kokalarit vjen pas vizitës së figurave të larta nga Emiratet në Tiranë dhe pas dokumenteve që tregojnë se investitorët e huaj po operojnë me klauzola që mund të ndryshojnë statusin e pronësisë nga koncesion 99 vjeçar në pronësi të plot. Aktivistja paralajmëron se nëse nuk ndërhyhet, këto marrëveshje mund të kenë pasoja të rënda për sovranitetin e vendit dhe për brezat e ardhshëm.